Ashtu sikurse ishte parlemëruar, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në kuadër të turit ballkanik të saj, viziton sot Shqipërinë si vendin e parë në këtë tur. Do të jetë presidenti Bayram Begaj, të cilin po e shohim në këtë moment edhe me pamje të drejtë për drejta nga televizioni kombëtar Klan News, i cili ndodhet pikërisht në hyrje të godinës së presidencës, teksa pret edhe ardhjen e presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ditën e sotme në Shqipëri. Jemi me pamje të drejtë për drejta, teksa do të presim bashkë edhe mbritjen e von der Leyen në ambientet e presidencës për të zhvilluar këtë takim. Më pas, ajo do të takohet edhe me kryeministrin Edi Rama, e takimet e ditës së sotme kryesisht do të fokusohen pikërisht në rrugën e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe mundësitë për bashkëpunimin ekonomik dhe përmirësimin e lidhjeve rajonale. Jemi me këto pamje të drejtë për drejta nga presidenca, ku pritet edhe mbërritja e presidentes së Komisionit Evropian, zonjës Ursula von der Leyen, në këtë vizitë të parë në Shqipëri të turit të saj ballkanik. Gjithashtu, ditën e sotme, ajo do të jetë edhe pjesëmarrëse e forumit të parë të investimeve mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, që do të mbahet përgjatë këtyre 2 ditëve në Tiranë, në Pallatin e Kongreseve. Në fakt, ky forum vjen si një ngjarje historike dhe një iniciativë mbështetur pikërisht nga Komisioni Evropian dhe ka për qëllim të forcojë bashkëpunimin ekonomik dhe të nxjisë mundësi të reja investimesh midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Do të jetë kryeministri Edi Rama që do ta çelë këtë forum, më pas do të pasohet me fjalën e zonjës von der Leyen, e cila pritet të mbërri nga momenti në moment pikërisht në presidencë për të zhvilluar takimin me presidentin Bayram Begaj këtë ditë të sotme, dhe çel këtë tur të saj në Ballkanin Perëndimor pikërisht me Shqipërinë, zonja von der Leyen, në një takim që pritet të nisë pas pak minutash me presidentin e Republikës Bayram Begaj, i cili do të pasohet më pas edhe me një takim me kryeministrin Edi Rama. Pritet që pas takimeve me Begajn dhe Ramën, presidentja von der Leyen të mbajë dhe një fjalim në konferencën rajonale të investimeve. Shohim me pamje të drejtë për drejta, duket se po mbërri në këtë momente pikërisht presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në ambientet e presidencës është presidenti Begaj, i cili ndodhet pikërisht në ambientet e jashtme, në derën kryesore të godinës së presidencës, teksa po pret zonjën von der Leyen në këtë vizitës saj të parën. Jemi me pamje të drejtë për drejta, shohim makinën e saj që pozicionohet pikërisht në shkallët e presidencës, afrohet edhe presidenti Begaj në të momente për të pritur zonjën von der Leyen e për të vijuar më pas takimin. Po e ndjekim me pamje të drejtë për drejta nga televizioni kombëtar Klan News. Shohim zonjën von der Leyen teksa takohet me presidentin Begaj e po ngjiten në shkallët e presidencës për të hyrë në ambientet e brendshme të saj e për të vijuar takimin. Fotografia e zyrtare në të momente midis 2 liderëve, presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidentes shqiptar Bayram Begaj. Në takimet e saj, krahas atë me presidentin Begaj që po e zhvillon në këtë momente, dhe shohim dhe me pamje nga ambientet e brendshme të presidencës, 2 liderët pritet që sot të nënshkruhen edhe një sër dokumentesh që në vijim për gjatë ditës do të kuptojmë dhe se për çfarë bëhet fjalë dhe ku do të jetë fokusi. Një shtrëngim duarsh mes tyre për të vijuar më pas. Mirë, ishim me këto pamje të drejtë për drejta, ndoqëm drejtë për drejtë këtë vizitë të parë të presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, pikërisht me presidentin shqiptar Bayram Begaj, megjithatë për të mësuar më shumë rreth vizitës së saj dhe në atë se çfarë pritet të ndodhë në këtë tur ballkanik të von der Leyen, do të lidhim në këtë moment më njëherë me gazetaren tonë Klesiana Omeri. Klesiana, të përshëndes.
Përshëndesiva. Ndoqëm në fakt me pamje të drejtë për drejta takimin e parë të von der Leyen, cila është agenda e ditës së saj në Shqipëri sot? Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ndodhet në Shqipëri edhe për shkak të një zhvillimi të rëndësishëm për sa i përket ekonomisë së vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke qenë se do të zhvillohet në Tiranë për 2 ditë samiti i investimeve mes Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit, por në kuadër të kësaj vizite, Presidentja e Komisionit Evropian po zhvillon takime edhe me krerët më të lartë të shtetit. Momentalisht ndodhet në zyrën e presidentit Bayram Begaj, ku për rreth 30 minuta që pritet të zgjas ky takim do të ketë një bisedë me dyert të mbyllura për sa i përket edhe këtij organizimi që po zhvillohet në Shqipëri dhe më pas do të drejtohet drejt selisë së kryeministrisë, aty ku do takojë kryeministrin Edi Rama, por edhe më pas do të kenë një konferencë për mediat ku pritet që të flitet më gjatë, sidomos për sa i përket rrugtimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në orën 11 parashikohet të nisë agenda zyrtare e këtij forumi ekonomik, ku pritet që të ketë përfaqësim nga të gjitha vendet e tjera të rajonit, ndërsa kemi mësuar se do të jenë të gjithë në nivel ministrash. Kryesisht ministra e ekonomie, nuk do të ketë asnjë prej liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor që do të jetë të pranishëm gjatë këtyre 2 ditëve që do të zhvillohet samiti, që në fokus ka pikërisht rritjen e investimeve në këto vende të Ballkanit si një katalizator për sa i përket rrugtimit të tyre në drejt Bashkimit Evropian. Dhe një agjendë e cila në fakt do të jetë e ngjeshur për gjatë këtyre 2 ditëve, do të nisë në orën 11, ku fjala përshëndetëse pritet të mbahet nga kryeministri Edi Rama dhe presidentja e Komisionit Evropian, do të jetë ndarë në disa tryeza që dhe nënshkrime marrëveshjes, të cilat po ashtu do të nënshkruhen mes kryeministrit Rama dhe presidentes së Komisionit Evropian. Do të flitet për sa i përket mundësive të investimeve në Ballkanin Perëndimor në kontekstin e ri gjeopolitik, do të diskutohet gjithashtu edhe për investimet si një burim i ri dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Do të jenë disa prej pikave kryesore ku do të mbështeten edhe panelet, do të jenë edhe ministrat e qeverisë shqiptare, padyshim, të cilët do të kenë edhe fjalët e tyre për gjatë këtyre paneleve, dhe në ditën e nesërme do të jetë edhe vijueshmëria e kësaj agjende, dhe që në fund do të përmbyllet me një tjetër konferencë të kryeministrit Edi Rama me presidentin e Komisionit Evropian. Pas Shqipërisë klesiana, cilat shtete do të vizitojë von der Leyen? Cila është agenda e saj më tej përtej Shqipërisë? Fakt, për sa i përket agjendës së saj zyrtare, mbetet për të parë nëse do të zgjedhë edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, pasi një pjesë e përfaqësimit do të jenë edhe në Shqipëri në kuadër të këtij forumi, por fokusi kryesor i kësaj vizite është pikërisht ky forum 2 ditor në Shqipëri, kështu që me gjas për 2 ditë do të jetë në vendin tonë në Tiranë.